Që të kemi një debat. Erion Veliaj, kandidati mazhorancës për Bashkinë e Tiranës, ka vijuar takimet me votuesit e kryeqytetit, këtë herë me komunitetin e ambientalistëve. Duke u ndalur tek plani rregullues i kryeqytetit, Veliaj tha se nuk pajtohet me të, pasi sipas tij, në këtë plan mungojnë hapësirat e gjelbërta. Ai tha se Basha kërkon të mbështesë ndërtuesit dhe jo qytetarët. Dhe në momentin që bashkia kupton që aseti më i rëndësishëm janë njerëzit dhe jo pallatet, atëherë dhe vendimet duhet të jenë të kësaj natyre. Veliaj do të anulloj planin rregullues të kryeqytetit të miratuar nga kreu i bashkisë Basha. Kur ti e kupton që ky është një çmim i vogël që ne do paguajmë si qeveri, se do mërziten 20 shofer, po do gëzohen 2000 familje, atëherë kjo është një trade-off, kjo është një lloj mjep-tjap. Pra je gati të le të mërziten 20 vet, por ama nëse shumica që nuk bën zhurmë, që nuk bërtet, që nuk i biboris dhe nuk sillet e stresuar, është një shumicë morale që në fund të jep drejt, atëherë vendimi ka qenë i drejtë. Unë besoj që ne morëm një vendim drejt. Ai shtoi se fton kandidatin e opozitës për debat. Problemi është që na duhen burra drejt, edhe njerëz që marrin vendime të drejta, dhe njerëz që tregojnë që në jetën e tyre kanë marrë vendime të drejta për publikun. Dhe besoj që këto zgjedhje e kanë një shans fantastik. 35-36 ditët e ardhshme që kanë mbetur, e kanë një shans fantastik që diskutojmë për këto çështje reale. Jam gati për debat. Jam gati të flas për çdo leje ndërtimi që është dhënë. Jam gati të flas edhe debatoj për çdo park që është bërë pallat. Por ama dikush duhet mbaj përgjegjësi, se trajtimi i njerëzve si skenografi për të bërë biseda elektorale dhe për të thënë unë jam burr i mirë, unë jam burr babaxhan, jo, burrat mirë ka shumë ky qytet. Ajo që Veliaj s'ki sharuar për kundërshtarin e tij politik ishte rasti i ndërtimit të një pallati pranë digës së liçenit, për të cilën tha se Bashkia e Tiranës ka dhënë leje ndërtimi duke thyer moratoriumin e qeverisë për mosdhënien e lejeve të ndërtimit nga kryetarët e bashkive për 2 vitet e fundit. A bën realisht